Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka ndërhyrë përprishje në imbanese të ndërtuar në mënyrë të palishme mbi një kanal të ujrave të larta në qytetin e Vlorës. Sipas autoriteteve, objekti në fjalë pengonte funksionimin normal të kanalit kullues, duke shkaktuar problematika të vazhdueshme, veçanërisht gjatë periudhave me rreshje të dendura shiu. Prania e kësaj ndërtese mbi kolektor kishte rritur ndjeshëm rrezikun e përmbytjeve në zonë, duke vënë në vështirësi banorët dhe infrastrukturën përreth. Situata të tilla janë përsëritur disa herë ndër vite, ku qyteti është përballur me përmbytje masive dhe serioze, kryesisht si pasojë e bllokimit të kanaleve kulluese nga ndërtime të palishme. IMT bën me dije se aksioni për pastrimin dhe çlirimin e kanaleve të ujrave të larta do të vijojë edhe në ditët në vijim. Qëllimi është rikthimi i funksionimit normal të rrjetit kullues dhe parandalimi situatave të rrezikshme që mund të shkaktohen nga rreshjet intensive. Autoritetet theksojnë se ndërtimet e palishme mbi kanalet dhe kolektorët kanë qenë ndër shkaqet kryesore të përmbytjeve në qytet, duke sjellë pasoja të konsiderueshme ekonomike dhe sociale. Për këtë arsye, strukturat përkatëse përfshirë IMT-n dhe IKMT-n janë të angazhuara në një plan të gjerë ndërhyrjesh për shembjet e këtyre objekteve, si dhe rikthimin e sigurisë për komunitetin. Ky aksion synon jo vetëm zgjidhjen e problematikave aktuale, por edhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për respektimin e ligjit, si dhe shmangjen e ndërtimeve të palishme në zona që rrezikojnë jetën dhe pronën e tyre.